Pra mund të përdorë një lloj arme tjetër dhe jo plumba plastik. Jo ajo që ndodhi. Në shtonat e parë ne mendojmë që ishte plumba plastik. Plumba manovër gjithashtu menduan dhe pastaj kur filluan njerëzit që vini njoftimet nga spitali ushtarak për numrin e viktimave. Po unë kam qenë dëshmitar që rrëzoheshin njerëzit dhe nuk e dinin çfarë po ndodhi, nëse ju bie të fikët apo u vranë. Se ka vranë. pasur rreth 30 tjerë plagosur që njëri prej tyre me plumë në fyt i cili nuk e di si ka shpëtuar, domethënë dhe të ka ruajtur Zoti. Disa bashkë me Fatosin kanë qenë dhe persona të tjerë të plagosur. Po, Fatos. Më fal, nëse më lejon vetëm një fjali. Po. Jo, desha të thoja që në një raport që Ministria e Brendshme publikoi pak ditë pas ngjarjes, pra raporti i SHKB-s ka qenë, po. Flet për 137 të plagosur me armë zjarri. Madje për një pjesë të tyre janë dhe emra. Po, dakor, vetëm do doja të pyesja për një gjë tjetër Etleva dhe pastaj edhe të pyesja edhe avokatët. Në janar vitit 2012 vjen raporti FBI-s, pra e cila me kërkesën e qeverisë shqiptare, pra ka bërë kryeministri Berisha kërkesën, ftoi FBI-n që FBI-a të ndihmonte në hetimin e ngjarjes. Dhe më pas kjo ekspertizë erdhi, le të themi Berisha e grisi dhe hodhin koshën e plerave, kuptohet sepse ajo ishte një përgjigje ndaj kërkesës së qeverisë shqiptare për të tetuar ngjarjen. A dihet gjë çfarë ka pasur ajo ekspertizë e FBI-s? Përveç faktit të serverave, siç e përmenda, sepse prokurori çështjes në atë kohë ka qenë në ndihmë Tavani dhe kemi marrë vesh disa nga veprimet hetimore që janë kryer në fakt dhe pengesa që ka ardhur nga vetë institucionet për të dorëzuar prova siç duhej. Tek ekspertiza FBI-s flitej për serverin. Pra, u provua që serveri kishte qenë funksional, pavarësisht pretendimeve që nuk punonte që për vitit 2009, pra kishte qenë funksional dhe pamjet ishin fshirë. Dhe duhe rikuperuar. Më pas se çfarë u bë me këto pamja, a u rikuperuan, a ju vu në dispozicion organeve të drejtësisë, nuk u mor vesh asnjëherë. E vërtet, avokat, tash u dalim tek temit ajo që e triggeri, e ringjalli dhe një herë çështjen, ai përgjim, ajo audio e cila tregon se si krerët e gardës jepnin urdhër për shtën mish. Pra, nga doli kjo audio dhe sa pra është riformatuar 2 herë, më thot një kolegu im gazetar i kronikës, është zbuluar që është riformatuar 2 herë. Dhe nga pikpamja teknike, teknologjike, ty pyes të dyve, ty dhe Arbrin, çfarë mundësi e ka që ky server të jetë realisht rikuperuar nga hetimet e FBI-s? Jo, problemi është që ato gjurëm nuk zhduken përfundimisht, domethënë. Edhe rikuperohen. Ka mjete që i rikuperon ato. Problemi është që në rikuperimin e tyre e shpatur parasysh, domethënë ajo që gënjeshtra doli hapur se ai sekretari i përgjithshëm tha që kishin, domethënë, shumë kohë që nuk punonin serverat. Në kohë që është zbuluar që është riformatuar 2 herë pas ngjarjes. Pikërisht, jo vetëm kaq, por përbën kjo krim vetvete? Por patjetër si jo është bashkëpunëtor. Është veprime që pengojnë zbulimin e së vërtetës. Dhe çdo e provave. Por tjetër ndonjë thoshja, që pikërisht prokurori në një vendim që ka marrë, ka kërkuar, domethënë zyrtarisht Këshillit Ministrave që t'i jepeshin serveret. Menjëherë, sa filloi regjistroi procedimin penal dhe kryeministri i atëhershëm Sali Berisha i ka kthyer përgjigjen, serverat i keni gati, të vini t'i merrni nesër. Bile e ka deklaruar konferencë për shtyp. Janë serverat. Janë serverat që t'i shikoni. E deklaroi pas 48 orësh. Çka do të thotë që punonin serverat, se ndryshe një kryeministër mos ketë informacion që serverat punojnë nuk punojnë se thotë kurrë në kurrë. Apo donte ta linte barrin e zhdukjes së sekretarit përgjithshëm. Se ta pas 48 orësh. Ka thënë pasi i ka fshirë. Ta po ta në momentin që serverat ende, domethënë, ishtin të rregullt, ai ka thënë që hajde i merrni serverat se janë, sepse nuk jam mori mendja se ose më mirë, jo nuk jam mori mendja, por me bindjen që do punonin njerëzit e tjerë, nuk do i linin serverat. Ata nuk i lanë. Gjatë gjithë natës, ata i muarën i fshin. Gjatë gjithë natës. Kështu që
a i këtë gjë e beri faktikisht, formalisht, për të qenë gjoja në rregull me organin e akuzës, që po, hajde byrëm, t'i merrni. Por nga ana tjetër urdhëroi që të fshiheshin. Dhe ky përben sekretet i morë, në fakt. Edhe nuk mund të thuhet se çfarë materiali ka shkuar e ka marrë Dumani, se prokurori i çështjes faktikisht njeshi është Alfred Sheu, i kësaj çështje. Edhe Alfred Sheu, Dumani e pa që Alfred Sheu nuk jenë lidh rregull, se Alfredi refuzoi të merresh me këtë çështje dhe bëri atë mos fillimi. Po që e kthejmë gjykatën e lartë që vajtëm ne që e mora çështjen unë shkallë e parë ma refuzoi, shkallë e parë apeli ma rrëzoi, gjykata e lartë e pranoi pastaj këtë edhe e ktheu çështjen tha regjistroni procedimin penal. Por dhe Dumani është futur në mbështetje, domethënë të Alfred Sheut dhe janë bërë 2 prokuror. Por rolin kyç tashmë ka marrë Dumani. Dhe Dumani ka qenë Shtetet Bashkuara të Amerikës. Se çka ka sjell për adeja, në fakt unë jam i bindur që ka sjell për 21 janarin ka sjell materiale. Po, vetëm t'ja fjallën, sepse Arbrin për fat keq se radhe kemi vetëm gjysmën e emisionit. Arbrin, nërkohë, nga procesi gjyqësor, ish shefi IT-së së kryeministrisë doli, pra i cili fillimisht u ndalua, dhe pastaj ai u shpall i pafajshëm. Tani u shpall i pafajshëm sepse u gjeti pafajshëm, apo u shpall i pafajshëm për mungesë provash? U shpall i pafajshëm sepse drejtësia e vjetër ishte totalisht në sundimin e klikës së pushtetit dhe nuk mund të them as e pushtetit ekzekutiv. Është një nga turpet e drejtësisë se si një njeri që ndryn drejt për së drejti në servera, se si i fshin jo një herë, po 2 herë, arrin që të shpallet i pafajshëm. Nuk u shpall i pafajshëm për mungesë provash, u shpall i pafajshëm sepse gjyqtarët kishin marrë një drejtim të caktuar, drejtim i cili buronte nga kryeministri. Për tek kësaj, unë besoj që të paktën eksperiencën 16-17 vjeçare si avokat penalist, nuk ka provat të paktën elektronikisht që fshihen dhe nuk e rikthehen me. Pra të gjitha janë të rikthyeshme, patjetër që janë gjurmë, që janë fshirë, por edhe janë të rikthyeshme. Se çfarë është nxjerrë nga laboratorët e FBI-së, ne këtë veç po abstragojmë, se para nuk e kam si informacion, e dyta edhe sikur ta kisha nuk mund ta nxjerrja, por besoj që duhet të jetë nxjerrë diçka. Sepse aty doli dhe audio që patjetër që nxorën familjarët e Aleksnikës. Kështu që unë besoj që për te kësaj pjese ka edhe një aspekt procedurial i cili spaku ka qenë disi në ngërç, e cila është zgjidhur atë që thotë zoti Beqiri nga gjykata e lartë, ka pasur një ngërç procedurial nëse do ta gjykonte prokuroria e posaçme apo do ta gjykonte prokuroria e Tiranës, e cila më pas gjykata e lartë i vuri kapakun kësaj pjese. Unë besoj që çështja nëse ka vullnet dhe kësaj radhe patjetër që ka vullnet nga prokuroria e posaçme, do të zgjidhet dhe do të shkojë deri në fund. Nëse do të dënohen realisht autorët përgjegjës, apo do shkojë te zinxhiri i dytë, pastaj këtë do ta vendosë drejtësia. Po me që pyetja e fundit do të shkojmë publicitet që t'japim mundësi të largohesh. Pyetja e fundit. E tha avokat Beqiri që temi Dumani ka qenë përfshirë në këtë çështje, sipas pretendimeve të avokatit, edhe për shkak se prokurori temi që de jure që merren vetë parë, pati këtë temi pasigurinë, a duhet ta hetoj unë apo jo, dhe ja çon te prokurorisë përgjithshme etj. Tani Dumani ndërkohë përfundon mandatin 18 dhjetor. Pra duhet një prokuror thjesht i zakonshëm. A e shikoni këtë si një minus apo si një plus në sensin e ecjes përpara të hetimeve që unë mendoj dhe jemi dakord gjithë që është dosja më e rëndë e shekullit 21 deri tani. Patjetër që po. Për temi përgjithësorin shqiptar. Shumë pak njerëz e dinë në opinionin publik, mbase e dije për shkak të profesionit që zoti Dumani ka qenë prokurori i çështjes në apel. Dhe rekursin që ka bërë zoti Dumani për në gjykatën e lartë, pasi nuk ishte i kënaqur me zgjidhjen që i dha gjykata e apelit, pothuajse 90% e vendimarrjes së gjykatës evropiane të drejtave të njeriut bazohet në atë rekurs që ka bërë zoti Dumani, që ka qenë prokuror në prokurorinë e apelit. Unë nuk besoj që çështja e 21 janarit varet vetëm nga fati personal i zotit Dumani, unë besoj që çështja e 21 janarit është përtej zotit Dumani, përtej drejtuesit të ri që do vi,
Dhe pa tjetër që nëse i kemi besuar deri tani Spakun duhet ta çojmë deri në fund besimin. Nuk po them që duhet kemi një besim të verbër, po të paktën të lejmë të bëj punën e vet dhe më pas të arrijë aprovoj gjykatës të gjithë zinxhirin komandues dhe për atë që është e pasbardhur ta zbardhin dhe t'i vënë njerëzit përpara ligjit, pra njerëzit përgjigjës përpara ligjit. Harbër, faleminderit, do shkojmë publicitet dhe do rikthehemi me një tjetër me një kolegu tim që do zëvendësoj avokat Harbër Hoxha. Harbër, faleminderit që më sot. Do kthehemi në fakt dhe do flasim edhe për impaktin politik. Impakt politik që u ndje me njerë. Doktori iku në shtëpi, u shqetësua, ëngri drek. Befas kur pa në televizor Lulzim Bashën, Spak, u rikthye në parlament. Flasim për këtë pas pak.